Pas letrës së presidentit të Republikës Bamir Topi, i cili bën të thirrje partive politike se është i gatshëm të nisë dialogun e shumë kërkuar nga ndërkombëtarët për të zgjidhur krizën, vjen dhe reagimi i kreut të Partisë Socialiste Edi Rama. Ky fundit deklaron se rruga e vetme që Partia Socialiste do të ndjekë është rruga e duhur dhe është rruga që çon drejt zgjedhjeve të parakoshme. Në këtë mënyrë, në një letër dërguar kreut të shtetit shqiptar, zoti Rama bën me dije se forca politike që ai udhëheq nuk do të ketë asnjë hap mbrapa në kërkesën legjitime e aksionin opozitar sipas tij të demonstratave paqësore për largimin e qeverisë dhe zgjedhjeve të reja, të lira e të ndershme. Sipas zotit Rama, Partia Socialiste është gati të hedhë çdo hap të mundshëm përpara për të garantuar votën e të gjithë shqiptarëve në zgjedhjet e ardhshme vendore, por sipas tij kushtet dhe mënyra e funksionimit të situatës politike në vend nuk e lejon këtë gjë. Në këtë kuadër ai ka përsëritur sërish përmes kësaj letre dërguar kreut të shtetit shqiptar se Partia Socialiste nuk ka marrë asnjëherë në konsiderat mundësinë e bojkotit të zgjedhjeve, por siç tha ai, nuk mund të lejoj që zgjedhjet e radhës të jenë farsa e radhës si ajo e zgjedhjeve të qershorit të 2009-s. Pas 21 janarit vijon letra zotit Rama, ne jemi të bindur se në kushtet e sotme, zgjedhjet thjesht nuk mund të bëhen në rast se vërtet duam që ato të jenë pjesë e një gare të lirë dhe të ndershme. Në krye të letrës së tij, zoti Rama nënvizon bindjen e palëkundur të opozitës shqiptare se kriza politike, ku presidenti e vendos fort theksin, është vetëm simptoma më kuptimplot e një krize shumë më të rëndë se sa thjesht politike. Sipas tij, kjo është kriza e kapjes së shtetit për interesat e pushtetit, e cila përthyet në një demokraci të kërcënuar në çdo aspekt, drejtësi të kompromentuar në çdo nivel, të pushtetit gjyqësor dhe ekonomi të rënuar nga korrupsioni e papunësia. Duke bërë një rezume të gjithë situatës politike në vend dhe sidomos pas ngjarjeve të 21 janarit, zoti Rama thekson se është i domosdoshëm dhe pa humbur kohë gjykimi i popullit shqiptar me votë për përgjegjësinë politike e morale të atyre që sot qeverisin një vend në NATO, ku qytetarët sipas tij u vranë u plagosën me pushkët e shtetit mu përpara godinës së qeverisë dhe mu në mes të Europës. Sipas zotit Rama, ata edhe u rivran, edhe u riplagosën më pas nga mikrofonet e tribunave qeveritare, me akuza e sharje që risollën shkulmin mbytës të së shkuarës komuniste të këtij vendi apo të së tashme së vendeve pa lidhje me demokracinë, ku makineria e baltës propagandistike i quan bandit, drogaxhinj, kokpalar, ata që pushteti i vret e torturon si kundërshtar, theksohet në letrën e zotit Rama. Mëtej zoti Rama e vë fort theksin në letrën që ka nis kreut të shtetit shqiptar se Partia Socialiste nuk mund të lejojë kurrësi që Shqipëria të detyrohet të kalojë 21 janarin si përmbytjen e radhës, si skandalin korruptiv të radhës, si rritjen statistikore të radhës në numrin e të varfërve, të vrarëve për shkak të keqeverisjes. Për këtë arsye, zoti Rama e vë fort theksin tek zgjedhjet e parakoshme, për të cilat ai shpreh gatishmërinë e plotë për të ulur e për të diskutuar me mazhorancën, por pa cënuar nga